Muslimanët në Afrikë. Muslimanët në Afrikë përbëjnë një grup të madh dhe të shumëllojshëm për nga kultura, traditat dhe praktikat fetare. Afrika ka një histori të gjatë të islamit që daton që nga shekulli 7, kur islami filloi të përhapej në pjesën veriore të kontinentit dhe më vonë në rajone të tjera. Ja disa aspekte të rëndësishme për muslimanët në Afrikë. Popullsia. Afrika ka një prej popullsive më të mëdha muslimane në botë, me vende si Nigeria, Egjipti, Etiopia, Algjeria dhe Sudani, që kanë numër të lartë të muslimanëve. Diferencat në besim. Në Afrikë janë të pranishëm si sunizmat ashtu dhe shizmat, si dhe disa grupe dhe sekte të tjera që ndjekin tradita të ndryshme islame. Ndër shumë traditat është sufizmi, gjithashtu i njohur dhe i praktikuar në disa vende. Praktikat islame janë të variushme duke reflektuar kulturat lokale dhe traditat siç janë festat, lutjet dhe mënyrat e adhurimit. Muslimanët në Afrikë përballen me sfida të ndryshme, përfshirë varfërinë, arsimimin dhe nganjëherë tensionet politike dhe ndërfetare. Muslimanët kontribuojnë në shumë aspekte të jetës shoqërore dhe ekonomike, përmes bizneseve, edukimit dhe organizatave përkatëse. Islami në Afrikë është një fenomen kompleks që është vazhdimisht në zhvillim, përfaqësuesi kulturave dhe traditave të ndryshme që formojnë këtë kontinent të pasur. Afrika veriore, prej Egjiptit deri në Marok, shumë herë ju bashkangjit territorit islam. Afrika lindore ishte e para e cila për shkak të afërsisë me Arabinë pranoi ndikimin e islamit. Këtu në islam nuk kaluan vetëm krahinat e mëdha, por formuan edhe shtete të rëndësishme. Afrika perëndimore shumë vonë njohu islamin, por përpjekjet energjike të disa sunduesve i tërhoqën në besim shumë vende të këtyre viseve. Sipas kronistëve arab, prej këtu rrjedhin detarë të cilët për të parën herë e zbulon rrugën për në Amerikë dhe Brazil. Vetë Afrika ra në dominimin e fuqive evropiane të Francës, të Gjermanisë, Portugalisë, Belgjikës e tjerë. Shumë vise të Afrikës kurse njohën pushtetin musliman, por këtu islami u zgjeru pa ndërprerje deri më sot, përkundër rezistencës së fortë të pushteteve dhe marionetave të tyre. Me dekolonizimin e kohëve të fundit, shumica e shteteve me shumicë muslimane u bën të pavarura, edhe pse disa prej tyre janë nënshtruar tiranisë dhe përsekutimeve të diktaturave.